Armand Shaka i shpallur në kërkim si autori kryesori i zhdukjes së Eglant Koçit, dyshohet që për më shumë se 24 orë trupin e shokut të tij ta ketë mbajtur në makinë dhe më pas ta ketë transportuar me një karrotrec. Burimet të sigurta pranë grupit hetimor sqarojnë se referuar pamjeve të kamerave të sigurisë nga ambienti i zyrave ku mbajt peng 34 vjeçari Koçi, rezulton se Shaka e ka lëvizur automjetin me një karrotrec në datën 6 qershor drejt zonës së Ibës në periferi të Tiranës. Ky veprim është kryer një ditë e gjysmë pasi Eglant Koçi u denoncua si i zhdukur nga familjarët. Kontaktin e fundit me Koçin ata e kanë pasur më datën 4, ndërsa më datë 5 bën denoncimin në polici. Po më datë 5 policia mori në pyetje Armand Shakajn si person që mund të kishte djeni. Gjatë deklarimeve, ai krijoi alibin se Koçi ishte kthyer një muaj më parë nga Dubai, nga ku edhe kishte marrë kërcënime prej andej për shkak të call centerave. Pas deklarimeve ai u la i lirë dhe një ditë më pas, më datë 6, kamerat nga ambienti i zyrave pranë lokalit të tij zbuluan se makina e tij është larguar me karrotrec, brenda të cilit dyshohet të ketë qenë edhe trupi 34 vjeçarit Koçi. Ky veprim sipas grupit hetimor është bërë me dyshimet për t'u shmangur në një kontroll rutin policor. Policia shoqëroi më pas dhe mori në pyetje shoferin e karrotrecit, i cili ka pohuar se automjetin e kishte lënë pranë një servisi në zonën e Ibës, pasi Shaka i kishte thënë se makinën e kishte me defekt. Prej andej, thot dëshmitari, nuk di më se çfarë ka ndodhur, pasi është larguar dhe nuk kishte ide se çfarë kishte brenda në makinë. Ndërkohë, brenda ambientit të zyrës ku është mbajtur Koçi, janë gjetur mbetje baruti, por që grupi hetimor pret përgjigjen e ekspertizës për të përcaktuar çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Prej ditësh policia është fokusuar në 2 drejtime kontrolli. Së pari për të gjetur trupin e Eglant Koçit në rrethinat e Tiranës, Elbasanit dhe Librazhdit, ku dyshohet se pasi është vrarë të jetë fshehur në një prej këtyre zonave, si dhe kërkimet për arrestimin e autorit të dyshuar Armand Shakaj. Burimet të sigurta bëjnë me dije se 41 vjeçari që prej datës 5 ka ndërruar 6 numra celulari për të mos u lokalizuar nga policia.